Të nderuar qytetarë, që për vitit 2021, Partia Demokratike e ka mbajtur ndezur vëmendjen mbi aferën e Durrës Marina, një projekt që mban autorsinë politike dhe përfitime direkte të Edi Ramës. Kryeministri fali një aset kombëtar sikur të ishte pronë personale me një vlerë që te kalon 3 miliardë euro. Po ashtu u falën dhe taksat e Bashkisë të Durrësit në vlerën 231 milion euro. Si të mos mjaftonte kjo, përvetësimi pronës publike, Shqipëria rrezikon të mbetet pa port funksional, duke humbur një nga avantazhet më të rëndësishme ekonomike dhe strategjike në rajon. Denoncimet tona të mbështetura në fakte konkrete u injoruan. Që në fillim të këtij projekti kemi folur për 2 studime gjeologjike dhe geomorfologjike të kryera nga kompani të njohura ndërkombëtare, kompania italiane Technital dhe kompania gjermane Selhorn. Këto studime kanë evidentuar se zona nuk paraqet kushte të zakonshme ndërtimi dhe se për garantimin e qëndrueshmërisë strukturore dhe kapacitetit mbajtës të objekteve është projektuar përdorimi i pilotave me diametër rreth 1.5 metra dhe thellësi deri në 45 metra për mbajtjen e kalatave. Zëri ynë në mbrojtje të interesit publik nuk u dëgjua, derisa emisioni Piranjat kreu së fundmi një vlerësim me dron inxhinierik dhe konstatoi se objektet e para të ndërtuara kishin pësuar ulje deri në 74 cm, duke vënë në rrezik sigurinë e investimit dhe jetën e qytetarëve. Dje, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit publikoi një deklaratë zyrtare mbi qëndrueshmërinë dhe sigurinë e 2 objekteve të projektit zhvillimor Durrës Marina. Në përfundim të inspektimit, raporti topografik i Institutit të Ndërtimit konfirmon se objekti 02 ka pësuar ulje deri në 28 cm, objekti 04 ka pësuar ulje deri në 18 cm. Edhe pse grupi inspektimit i përbërë nga IKMT, AZT, Instituti i Ndërtimit dhe Bashkia e Durrësit, kreu verifikime dhe informoi publikun, në atë deklaratë mungonte përcaktimi i përgjegjësisë institucionale dhe teknike. Në asnjë pjesë të deklaratës nuk përcaktoi se kush mban përgjegjësinë në këtë problematikë, e cila nuk përbën thjesht një devijim teknik, por një rrezik potencial për jetën dhe pronën e banorëve. Institucionet shtetërore nuk paguhen me taksat e shqiptarëve vetëm për të verifikuar denoncimet e medias, por kanë detyrimin ligjor të kryejnë kontroll të vazhdueshëm në terren, të monitorojnë zbatimin e standardeve teknike dhe të çojnë përpara përgjegjësinë administrative dhe penale për çdo subjekt që abuzon me ligjin dhe sigurinë publike. Sot, Partia Demokratike kërkon përgjigje për disa pyetje themelore. Së pari, a janë kryer raportet topografike, studimet gjeologjike, geomorfologjike dhe sismike të zonës, të cilat janë detyrim ligjor për miratimin e lejes ndërtimit? Së dyti, cilat subjekte apo kompani i kanë hartuar këto studime dhe kush i ka miratuar ato? Së treti, a ka pasur devijime nga projekti gjatë fazës së zbatimit nga kompania ndërtuese, apo kemi të bëjmë me gabime në projektim? Së katërti, a japin sot institucionet përgjegjëse garanci teknike dhe ligjore për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e këtyre objekteve? Partia Demokratike kërkon pezullimin e menjëhershëm të punimeve në atë zonë, deri në përfundimin e një ekspertize të plotë, të pavarur dhe të detajuar tekniko-inxhinierike. Gjithashtu, i bëjmë thirrje institucioneve ligjzbatuese, si KLSH dhe SPAK, të ndërhyjnë menjëherë dhe të mos presin derisa ajo që sot paraqitet si shkelje teknike dhe institucionale të shndërrohet nesër në një fatkeqësi me pasoje të rënda. Durrës Marina, një aferë korruptive ku u përvetësuar prona publike, është kthyer sot në rrezik serioz për jetën e familjeve dhe qytetarëve që kanë investuar në atë projekt. Këto fakte dhe konstatime janë përtej debatit politik. Ato janë këmban alarmi për sigurinë e jetës dhe të pronës.
Ato janë kujtesë se ndërsa qytetarët punojnë dhe kontribuojnë, qeveria vazhdon të shpërdorojë interesin publik dhe të mashtrojë shqiptarët. Trajtimi i pronës publike dhe jetës së shqiptarëve si mall privat duhet të marrë fund. Faleminderit.